Policia ka arrestuar një 18 vjeçar Dorian Abazi i dyshuar për tentativë grabitjeje me dhunë ndaj 3 turisteve italiane në lagjen numër 13 të qytetit. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, ndërsa hetimet kanë zbuluar përfshirjen e tij edhe në 2 vjedhje të tjera, të ndodhura më 27 dhe 28 prill, ku ka thyer xhamat e 2 automjeteve për të vjedhur sende personale. Gjatë kontrollit në banesën e të riut, u sekuestruan municion luftarak dhe sende të dyshuara si të vjedhura. Një tjetër shtetas është proceduar penalisht në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi. Ndërkohë në Tiranë, policia ka vënë në pranga një tjetër shtetas me precedent penal, i cili dyshohet për 6 raste vjedhjesh dhe tentativash vjedhjeje. Ai akuzohet për vjedhjen e 3 celularëve, një shumë e parash, një monopatine dhe një marketi, si dhe për 2 përpjekje të dështuara në biznese të tjera. Gjatë arrestimit u sekuestrua një telefon i dyshuar si i vjedhur. Hetimet në 2 rastet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale.